Nderuar ministra, përshëndetje. Kam nderin të ftoj zonën ministre. Në këto 5 vitet e fundit, me avancimin e rrugëtimit të Shqipërisë drejt familjes europiane, është arritur një përmirësim i dukshëm në lidhje me pakicat rome dhe egjiptiane në shumë fusha: arsimi, punësimi, strehimi, shëndetësia, mbrojtja sociale, regjistrimi civil dhe aksesi në drejtësi, bazuar kjo në standarde dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Integrimi i minoriteteve rom dhe egjiptian mbetet një sfidë e përbashkët dhe shembulli më i mirë ku kërkohen bashkëpunim ndërmjet çdo qelize e strukturave të shoqërisë dhe niveli qeverisje. Kërkon ndërtimin e urave të qëndrueshme të bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, strukturave tona në nivel qendror e vendor dhe organizatave të shoqërisë civile.